Mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në Nerv. Sonte do të flasim për arsimin dhe shkencën në Kosovë, prej qerdheve deri te Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Musafiri jam sonte është një pinjozve më të mirë të arsimit dhe shkencës në vendin tonë. Xhavet Rexha, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Nerv. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Shumë e rëndësishme të flasim për arsimin. Ka nisim prej qerdheve të Akademia, prej Akademisë të qerdheve. Çfarë do të më e rëndësishme? Prej Po shkojmë prej qerdheve, për ndryshe Kosova është top down, një mentalitet prej lart poshtë. Po po nisim prej qerdheve, prej fillimit më thënë, a fillimi a fundi? Fillimi i qerdheve. Fillimit, po. Fillimit, okay. Atë sipas jush, cila është gjendja në qerdhet në Kosovë? Çka duhet me ndryshu? Pse duhet me ndryshu? Qysh me ndryshu? Kush me ndryshu? Kur me ndryshu? E para, një prej probleme kryesore është mungesa e vetdijes së duhur për rëndësinë e edukimit në familjinë e hershme. Okay. Për shembull, çdo intervenim, qoftë zhvillimor, qoftë për tejkalimin e problemeve zhvillimore të fëmijëve në moshën e hershme, është 10 deri 17 herë më lirë për tejkalimin e problemeve zhvillimore, qoftë mendore, qoftë të tjera, ose disleksi e tjerë, edhe 10 herë më mirë në aspektin zhvillimor që fëmia të jetë më i zhvilluar edhe më efikas edhe më i mirë në jetë. Kjo është rëndësia e edukimit në familjinë e hershme. Do të thonë e para është mungesa e vetdijes. Po. Problemi e para është mungesa e vetdisimit. Vetdisimit, po, do të thonë njerëzit nuk janë të vetdijshëm që fëmijët duhet me iqu. Sa përqind e fëmijëve shkojnë në institucione parashkollore në Kosovë? Ka qenë deri para 4-5% ka qenë në raportet e progresit deri para 4-5 vite. Do të thonë kjo qeveri ka arrit veç me dyfishu pjesëmarrjen ose vërtet. 8% që është shumë pak, mas pak në Evropë. Këtu janë edhe institucionet private, jo të intervenimi i qeverisë në këtë rritje 8 deri 9% që e kemi tash. Është më e ulta bindshëm në Evropë dhe në rajon, edhe kjo tregon ne kur flasim për suksesin ose mos suksesin e arsimit mesëm, arsimit lart, ne na duhet me ju referu gjithmonë suksesit ose mos suksesit të intervenimeve tona në familjinë e hershme. Do të thonë e para është kjo, mungesa e vetdisimit. E dyta? E dyta është intervenimi efikas. Efikas. I kujt? Jo veç nga ana e shtetit. Unë gjithmonë flas për shtetin. Okej. Intervenimi privat është kur nuk punon shteti. Do të thonë ka intervenim jo efikas prej shtetit. Mendoj që është jo efikas. Shembull, ta ndërtosh një qerdhe kushton rreth 6 ose kopsht. Kushton rreth 600.000 euro. I merr 120 fëmijë. Edhe unë mendoj se ky intervenim është shumë jo efikas. 60 qerdhe të tilla, 6-7.000 fëmijë. 60 herë 600.000, 36 miliona. Po, unë konsideroj se në situatën kur në Kosovë po bjen numri i nxënësve, ku shkollat, sidomos zonat rurale, gjysmë rurale po na mbesin gjithnjë më të zbrasta, kur mësimdhënësit po na mbesin të papunë, pse të mos e ofrojmë këtë shërbim në shkolla? Moshën 3 dhe 4 vjeçare ti përfshin në edukimin në familjinë e hershme në shkolla, duke dalë një zonë 2-3 klasa, të i furnizu ato edhe duke e shtuar pjesëmarrjen e fëmijëve në edukimin në familjinë e hershme. Çfarë veç të tregoj? Kam qenë në një fabrikë të lodrave dhe të inventarit për institucionin familjinë e hershme në Drenas. Edhe aty me 3-4.000 euro nuk s'mundesh me marrë me mend sa shumë sende furnizime, është fabrikë private, e vogël, 2-3 dhoma kthina i ka. Nuk mundesh me marrë me mend sa shumë inventar për një qerdhe, për një kopsht mundesh me marrë. Që unë mendoj se me intervenime të tilla në për shkolla, tu i marrë mësimdhënësit, tu i ritrajnu mësuesit që mbesin pa punë, pa fëmijë, që po hiqen nxënës po shkojnë, po bin numrat. Merr një ritrajnim me i hap qerdhet, me i hap kopshtet në institucionet shkollore. Konsideroj që është intervenimi më i efikas në Kosovë. Okej, mungesa e vetdisimit ke e para, e dyta intervenimi jo efikas i shtetit, problem tjetër. Apo janë këto dy kryesore? Këto janë kryesore, të unë mendoj me një trajtim të kujdesshëm këtyre dyjave. I pari, te i dyti e dhënë një propozim se ç'është duhet me zgjidhur. Shteti duhet me intervenu në mënyrë efikase, tu i shndërru shkollat fillore në qerdhe ose kopshte, edhe tu i punësu stafin, mësues pa punë, po. Nëse me im sheft, më mirë me i bë edukator, edhe një është, më fal, është e rëndësishme, kërkoj falje, që
identifikimi i problemeve të zhvillimore të fëmijëve, nëse bëhet si duhet në këtë moshë, edhe fëmia, edhe familja, edhe shoqëria, është shumë 10 deri 17 fish më mirë. Shumë thjesht është kjo. Okej. E studiuar. Okej, te kjo e para, mungesa e vetdijes, e identifiku si problem, po qysh me zgjidhet këto? Me fushata, pas pari me u vedisu ministria, që fëmin me pas në rend të parë, mandej drejtoritë komunale të arsimit që nuk e di që e kanë shumë parasysh, mandej edhe prindërit, shumë me rëndësi. Prindërit nuk e din peshën e socializimit. Ata mendojnë se edukim është përkraja emocionale, dashuria. Nuk është e vërtet. Për zhvillimin e fëmijës duhet më shumë socializimin në kupton konkurrencë. Sa është e rëndësishme që kemë bua? Duhet me kon top prioritet? Po, pa dyshim. Top prioritet. Asnjë dyshim. Sa një parë që duhet me bo Ministri i Arsimit, shkencës është në më e rëndësishme se në shkolla fillore, nështë në universitete, më e rëndësishme se fakulteti, më e rëndësishme se shkolla fillore, mesme, se akademia. Një fëmijë që 2 vjet të mira, jo gjithfare që shikatena. Një fëmijë që shkon 2 vjet në edukimin në femirinë e hershme, në moshën 3-4 vjeçare, është 30 deri 40% më i suksesshëm në performancë në moshën 11 vjeçare dhe 16 vjeçare. Çka nëse qeveria, Ministri i Arsimit thotë që po, mirë shumë këto të kia për vetëdijsim, për intervenim efikas dhe po nuk kemi buxhet? Jo, kanë buxhet. Jo, kanë buxhet, ka investuar kjo qeveri, është e vërtet, ka investuar në 4-5 vitet e fundit, edhe më para është bërë, po tash më shumë, po t'ishte bërë më efikase kjo investim në mënyrë më të organizuar, në mënyrë më programore, me bashkëpunim më të mirë me komunitetin, jam i sigurt se do të kishte një përfshirje 2-3 fish më të madhe me të njëjtat mjete. Këto janë ndoshta edhe sugjerimet e juaja për Ministrinë e Arsimit. Për edukimin e fëmijëve është. Po. Kjo është. Unë do t'ja sugjeroja fuqimisht ministrit, edhe ministrit është shumë e rëndësi, ministri është thelbësor në këtë çështje, edhe ministri duhet me marrë kryeministri. Edhe qeverisë, po. Edhe qeverisë. Është shumë e vërtetë. Pa përkrahjet qeverisë, ministri nuk mundet shumë. A kemi me shtu diçka tjetër për institucionet parashkollore, identifikim të problemeve, bom, propozim për zgjidhje tyne bom, a duhet me analizën UNICEF e ka bërë mirë, ka analiza jashtëzakonisht mirë, agjendja dihet, situata dihet, vetëm se duhet më ngrit efikasiteti i intervenimit edhe qasja e integruar në identifikim dhe trajtim të problemeve. Tash nuk është qasja integruar, shkon njëri një edukator ose një kështu, nuk bën ashtu. Identifikimi i problemeve zhvillimore të fëmijëve duhet të bëhet nga një ekip, doktori, pedagogu, psikologu, në mënyrë të integruar edhe të trajtohen në mënyrë të integruar. A ka ndonjë hulumtim se çysh është bo hapja këtyre çerdheve të reja, sepse kryeministri në krejt mandatin e kaluar ka pas shumë të rëndësishme që me 2 fishu, 3 fishu, 4 fishu numrin e çerdheve. Janë bo ndoshta objekte, jo sa ka premtuar, 160, ndoshta janë bo 80, po çysh është efikasiteti. Ka qenë intervenim jo efikas. Jo, çysh është të cilësia aty, çysh është stafi i atyne çerdheve, çysh është gjendja aty në objekteve që janë ndërtuar ose janë përshtatë për çerdhe. Në përgjithësi unë mendoj se nuk është dalë ashtu siç ka menduar dhe siç ka qenë qëllimi i qeverisë, as në numër, as në cilësi, unë po besoj, edhe kjo ndodh për arsye se nëse intervenon në çerdhe, nëse investon përmes ndërtimit të çerdheve të reja, gjithsesi që mjetet kime i pas në skajt të përdorimit, kime pas jetu i të dhënë të gjitha mjetet që i ke, po ato s'kan më u kthy në returns, në efekt, në impact. Prandaj unë konsideroj që duhet me gjetë mënyrën më efikase. Kosova nuk ka kapacitet me ndërtu, thojnë do të ndërtojmë 80 çerdhe, 60 çerdhe. Kosova është tregu, ka provu PDK-ja në vitin 2010-14, 2008-2012 me ndërtu 60 shkolla, 80 shkolla. Kosova e ato ende ka ndonjë prej atyre shkolla që s'janë përfunduar. Kosova nuk ka kapacitet tillë efikas ndërtimor. Prandaj konsideroj që kur e ke një situatë që po vjen numri i nxënësve në shkolla, pse mos më i përdor shkollat? Klasa parafillore në Kosovë përfshirjen e ka rrit shumë vetëm pse ka ndodhur në shkolla. Pse mos më nxjerrë mësim prej kësaj gjëje? Prandaj unë konsideroj analiza ka, informata ka, dihet çka është investimi efikas dhe jo efikas. Prandaj krejt çka duhet është që ministri me ditë vetdijen e këtij problemi, me mbledh 4-5 njerëz të mirë rreth vetes, ka. Kosova ka, tash mund të më thonë që s'ka ekspert, edhe me nis një program, me hartu një program se si të rregullohet gjendja dhe të gjenden mënyrë të shiko. Prishtinë s'mundesh më thonë po e bëj shkollën se s'ka vend ku. Në ato raste duhet më ndërtu qertë. Ose duhet me shku me partneritet publiko-privat, ose duhet me lëshu ma shumë licenca privatve.
Prandaj, me një qasje programore, sistematike, unë mendoj se kjo çështje mund të zbutet për një 3-4 vjet edhe të përmirësohet dukshëm brenda 5-6 vitesh. 2 mandate. Një mandat e gjysmë. Se një mandat të e pas parasysh edhe që shpunojnë shqiptarët, do të më bëj 2 mandate. Po është punuar pak. Po nisem prej asaj që është punuar pak. A mund me kalu temën e dytë apo kemi me thënë diçka për institucionet parashkollore për këtë? Besoj që mjafton. Vetëm një për klasën parafillore. Konsideroj që klasa parafillore është një vetmashtrim i kosovarëve. Nuk e di a bëhet mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, kjo mosha përgatitore, klasa përgatitore 5-6. Këto fëmijët shkojnë në shkolla, kur shkojnë 1 orë e gjysmë. Ajo 1 orë e gjysmë që fëmijët përfitojnë prej atij qëndrimi nuk është kurfar përfitimi edhe më shumë prindërit heqin me i çu fëmijët shkollë dhe me i marrë edhe më shumë rrezikohen fëmijët dhe i kanë pa fëmijët e klasës parafillore tu prit derisa ti del vllau ose motra ose kusherini prej mësimit 2-3 orë tu prit të shkolla për gjëna aty. Unë mendoj se është mirë që kjo së pari të bëhet ç'është duhet, kurrikula thotë që duhet spaku 4 orë në ditë. Edhe e dyta, që të bëhet ndoshta tërditore që fëmijët vërtet të përfitojnë prej klasës parafillore, jo Kosova thotë ne kemi klasën parafillore 90%. Nuk mundet me u bë shkolla fillore, tërditore, po mundet kjo, domethënë nuk ka edhe. Jo, ka kuptim, ka se klasa jo kuptim, po ka kushte. Dyshim ma mirë mos me mbajt se sa me mashtru veten, na themi që kemi 80-90% në parafillore, megjithëse ka rënje këtu, është mirë, kjo është vetë mashtrim, nuk ka, ne s'kemi realisht klasë parafillore. Themi që kemi s'kemi. 1 orë e gjysmë, unë e di çka heqin ato edukatorët atje për çat 1 orë e gjysmë me bën diçka për fëmijë. Edhe prind. Prind u heqin, nuk është ndihmës për prindërit siç do duhet të ishte. Është ngarkesë, edhe rrezik me sa. Qartë. Tash këto institucionet e arsimit fillore të mesëm që kanë qenë përpara, tash është shkolla fillore e mesme ult edhe mesme e lartë edhe mandej shkolla mesme krejt. Po. A mund jam i përfshi këtu krejt bashkë, çfarë do të më bëj për klasës të parë deri në klasën e 13. Mas pari cila është gjendja sipas jush këto. Me tekstet mësimore, me stafin mësimdhënës edhe me gjendjen e objekteve. Apo edhe në kriter tjetër që ju shiko. Dihet që gjendja në arsimin kosovar është e keqe. Është e keqe, na duhet me pranu. Në përgjithësi apo në përgjithësi. Okay. Në përgjithësi është e keqe edhe në të gjitha segmentet. Nuk mundesh me thonë që tekstet janë më mirë ose më keq se kurrikula më mirë se më keq se mësimdhënia, prindërit përkraja prindëve më mirë ose më keq. Në sistematikisht unë mendoj se prandaj problemi është sistematik, sistemor. Kur flasim për gjendjen në këtë nivel të arsimit Kosovë në cilat janë problemet me cilat ballafaqohet ky arsimi fillore i mesëm, i them kështu. Për klasës parë deri në 13. Unë mendoj që na duhet të nis pari prej rezultateve. E këtu na kanë treguar PISA, PIRLS-i, TIMSS-i, indeksi HDI edhe indeksi HCI. Këto duken shumë profesionale tash e ku ta di unë, po për PISA-n PISA është më e popularizuar. Po e dim, jemi ndër të fundit. PIRLS-i jemi ndër 10-15 fundit. PIRLS është për klasën e 5, po duket. TIMSS-i është më shumë matematikë dhe shkenca, dhe aty jemi një 10-12 fundit. Domethënë në arsim gjithë indeksat. Po, është edhe një tjetër indeks shumë më brengosës. Është indeksi i zhvillimit njerëzor, Human Development Index. Fëmijët tanë deri në moshën 18 vjeçare, nëse duhet mu zhvillu 100%, zhvillohen 57%. Evropa e ka prej 70 deri në 90. Danimarka ka 90 diçka. Jo 57 është boll keq, ha? Nuk boll keq është. Po tash ju tregoj pse është shumë keq. Ndërsa edhe indeksi Human Capital Index, edhe indeksi kapitalit të njerëzor, edhe aty fëmia jon mas pari humb 5 deri 5.7 vjet hiç sikur mos më shku në shkollë prej 13. Prej 13 vjet, gati gjysmë. Po, gati gjysmë ose 2.5 atë. Edhe këtu tash thot njeriu, edhe këtu nuk jemi në fund, jemi ka prej 5 hiseve 2 prej fundit. Mirë po, a di çka problemi më i madh? Këta indeksa janë kompozita janë të komplikuar, kanë më shumë përbërës për me ndërtu ky indeks. Cilet janë përbërësit? Është arsimi, është shëndetësia, mbrojtja shëndetësore, është mirëqenia, qoftë jetëgjatësia, qoftë jetëgjatësia në 3-4 vite, 5 vite të para të moshës. Edhe cilësia ushqimit e këtu. Shikoni,
Në këto dy, nëse janë këto tri, ushqimi, cilësia e jetës edhe mbrojtja shëndetësore, këto dy tjera, shëndeti dhe mbrojtja edhe cilësia e jetës, Kosova nuk është e parafundit. Është ka mesi në botë. Domethënë 80-90 dikun në botë. Çka i bën kjo? Me arsim jemi shumë keq. Domethënë në këtë kompozit, indeksin e të zhvillimit njerëzor dhe të kapitalit njerëzor, shëndetësia, po t'ishtin vetëm shëndetësia edhe cilësia jetës, ne do t'ishim dikun 80-90, edhe në PISA, po i bjen do t'ishim një 3-40 vende më nalë. Që do më thënë arsimi Kosovës vërtet është brengosës. Në gjendje të keqe. Pse është shumë të keqe? Pse është keqe? Unë e fajsoj sistemin. Kur themi sistemi, faja është sistemi, po është nuk kemi identifikuar probleme konkrete. Është prej lart deri te poshtë. Cilat janë niset prej ministrisë ka drejtoritë komunale të arsimit edhe shkohet deri te shkollat. Cilat janë probleme? Çfarë po e tregoj në një që po e shoh. Jo një, gjitha. Për një po nisi. Okej. Për shembull ajo që më godet më shumë ti. Ne kurrikulat i kemi me kompetenca apo përgatitja për jetë. Testet në shkollë i kemi pak ka përbajtja, pak ka përgatitja për jetë. Testet e standardizume i kemi shumë ka përbajtja, pak ka përgatitja për jetë. Tekstet shkollore që ju njeni më mirë se unë, i kemi pak më shumë ka përbajtja, pak ka përgatitja për jetë. Edhe kjo çarje, kjo shizmë, kjo dualizëm i sistemit arsimor në nxënës i mësojmë shumë ka përmbajtja, pak ka kompetenca, përgatitja për jetë, e këta na shkojnë PISA për përgatitjen për jetë. Që do më thënë, me një herë, si të hynë nxënësi jonë në testin PISA, i ka të humbura një prej 400 pikave të mundshme një 60. Vetëm status i pabarabartë me... Absolutisht, kjo është edhe pikërisht për shkak të sistemit është kjo. Kjo është thelbi, unë mendoj. Kjo është thelbi e mënyra që e kuptojmë na kurrikulen, që e kuptojmë testet, që e kuptojmë tekstet shkollore, që e kuptojmë. Kjo mendoj se është ndër arsyet kryesore që fëmijët dalin më keq, fëmijët tonë nuk janë çash dobet. Për bindje po them, edhe kjo mund të rregullohet për 3 vjet. Qysh? Ish dashur me rishiku kurrikulat, ish dashur me rishiku testet kombëtare. Shikon, çe shembull jeni prind testet. E tekstet? Edhe tekstet. Se thatë kurrikulat edhe testet, Po edhe tekstet, po testet, pse testet? Po e marrim se fëmia ju i ka me hyrë matur. Testin në klasës 9, ma mirë, se PISA është në klasën e 9. Edhe ti tash përgatitesh për testin klasës 9, i cili është 50-50 për mbajtje ose kompetencë. E tash çaj nxënës që është përgatit për testin e klasës 9, çaj nxënës ka me hyrë PISA, 50% e kemi përgatit kat. Se në PISA është veç përgatitja për jetë. Kjo dysi duhet eliminohet. Edhe kjo mund të bëhet, veç duhet mu identifikuar. Sigurt që kjo është një prej problemeve kryesore, pse po dalin rezultatet në PISA. Çka do të them këtu? Unë e bazoj në hulumtimet që kam bërë. Domethënë, benshëm, spaku 2-3 hulumtime, i kam shiku krejt testet e maturës, testet e arritshmërisë, i kam kqyr testet çka testojnë mësuesat klasë, kam pa testin PISA, edhe kjo është konkludimimi, e kam pa edhe tekstet shkollore, e kam pa edhe kurrikulat, edhe kjo është konkluzioni im. Unë kisha mujt me kërku çdo teoricient ose ekspert arsimit, kisha thonë ose të ministrisë, hajde dalim e ta bisedojmë. Kështu kjo është bindje. Problem tjetër? Shkolla. Objektet, godinat? Jo. Apo institucioni? Shkolla, koncepti. Koncepti, okay. Koncepti i shkollës. Çka ka keq aty? Shiko, janë 2 sende të këqija, është struktura, shkolla e para dhe e dyta është këto paralelet e vogla, pa hajde shkojmë me shkollën. Çka mendoni ju, shteti jon, drejtori kur të hyn në shkollë, çka i ka thonë shteti që ti duhesh me bën që shkolla jote ç'do duhet me ofru fëmijëve? Kam bë këtë hulumtim, edhe këta i kam bë, i kam pyet një 15 shkolla, i kam pyet fëmijët mësimdhënësit, drejtorat, edhe të gjithë nisin me mësimdhënie, shkojnë në vlerësim, kanë pak përkrahjes psikologjike, se kanë filluar me ardh psikologët, edhe nuk shkojnë 4-5 funksione kush. Do të thënë 1, 2, 3 funksione themelore, mësimdhënia na japim mësim, japim nota dhe ndonjë psikolog i mëshëm aty që po na dalin do të mirë prej filozofikut. Do të thënë shkollat e na japen 400 milion, por nuk nxjerrët ajo vlerë reale. Me mësimdhënie, me vlerësim nxënësve, nuk pse po jap 400 milion? Me mësimdhënie tash interneti është shumë më i pasur.
Prandaj unë konsideroj që s'pari, nëse po shkojmë në sugjerim konkret, ministrit i kisha sugjeru. Bane misione në shkollës, Kosova nuk e din çka është misioni. Na iku te kjo e para, çfarë do të më bëj te kjo se si problem kurikula, testet, tekstet. Po, kurikula duhet kjo rishikim, që është nis gabimisht rishikimi. Nuk niset rishikimi i kurrikulës prej kurrikulave lëndore. Problemi nuk është te kurrikula lëndore, problemi është te korniza kurrikulare. Shiko, në 10 vitet prej se kem pas 2016 kur është miratu kjo kurrikula e re, realisht 2011 ose 2016, ka ndodh inteligjenca artificiale, digitalizimi dhe pajisjet e reja, teknologjitë e reja, mendësia e re, komunikimi i ri. Me bë kurrikul të re? Duhet me rishiku kornizën kurrikulare me akqyr pak parimet, kompetencat dhe rezultatet kryesore të nxënit. Këto duhet me rishiku. Kemi na kapacitet me bë kurrikul. Po, Kosova janë të mëshme. Kemi kapacitet na me bë tekste mësimore, testeve. Po. Kemi kapacitet për krejt. Po sistemi është i gabueshëm. Po për krejt land kemi kapacitet na me bë tekstet kimisë, tekstet fizikës, matematikës. Jo dojmas. Shiko, do se ndë mund përnë edhe me përkthejmë, edhe me kopjem, edhe me marrjen e ekspertëve të jashtëm, por të lutem, duhet më kthy këtu. Kosova nuk është e pamëshme, por sistemi, organizimi, struktura, kërkesat janë të gabueshme. Cili është sugjerimi ju i përministrit? Sugjerimi jam është për sa i takon kësaj vrejtjes të parë që e patët për kurrikula, testet edhe tekstet. Është me rishiku kurrikulën, parimet e kurrikulës, kompetencat, listën e kompetencave. Ministria po përshëmbare, jo përshëmbrapshti që kanë nisë, kanë kap macën për bishti. Do të thonë ata kanë bërë një ekip të ekspertëve, edhe nuk po e këshyrin përshëmbare. Jo, mandati është i gabueshëm, ekspertët nuk ishin të dobët, të mirishin më doken. Po është gabimi. Po mandati është i gabueshëm. Pse? I kanë thonë shikoni kurrikulat lëndore. Nuk do të më thonë shikoj kurrikulën në tansi. Normal. Shiko, cili është kriteri me shiku kurrikulën lëndore? I ka thonë këtyre kurrikulën lëndore, mbas cilave kritere? Masilave. Apo donë me marë kornizën kurrikulare si kriter për vlerësimin e kurrikulës, me thonë apo ma zbatojnë qëto kurrikula lëndore, landet, apo ma zbatojnë mirë qëtë kornizë kurrikulare, nësë është ky kriter. Kjo kornizë është të tekaluar. Vetë propozimi ekspertëve për me pas kurrikul lëndore dhe jo një kurrikul të përgjithshme? Kujt do të qoftë? Është gabim, është me kap macën për bishti. Duhet me nisë me rishiku kornizën se ka ndodhur inteligjenca artificiale, mësuesat, arsimtarët, nxënësit, prindërit, jemi në një terren shumë të rrëshqitshëm pa udhëzime të qarta prej kornizës kurrikulare. Kurrikula duhet më çu prej gjumit, korniza për me u dhënë njerëzve instruksione dhura se si me i trajtu problemet, çështjet e reja në shoqëri. Sugjerimi juaj për tekstet? Jo për testet, tekstet shkollore? E kam parasysh ka po thoni. Edhe këtu e kemi, konceptin e kemi të gabueshëm. Na tekstin, librin e shohim si fundin. Teksti është Kosovë më e rëndësishëm, teksti shkollor është më e rëndësishëm se kurrikula. Absolutisht. Se inspektori kur thon, fal keq ka inspektorë edhe të mirë. Po inspektori kur shkon atje ja bën cilën faqe ke mri. Nuk i thot ku je me realizimin e rezultateve mësimore, po i thot cilën faqe ke mri. Do më thënë, teksti të na qasja ndaj tekstit është e gabuar. Shiko. A i kem telefonat unë ti shtu? E fëmijëve ju thëmë kape librin. Na, krejt me telefon, unë që s'kam lidhje me digitalizim, e fëmis digitalizuar i themi shko kape librin. Do më thënë, kemi koncept të gabushëm për tekstet. Ne duhet totalisht kjo ligjin për tekstet shkollore unë e kisha rimendu, rishiku, thelb, kjo që është në proceset që s'po miratohet. Me qenë digitale? Duhet me shku ka tekstet digitale ma shumë. Shikon, di që su e di, aton po shkojnë ka libre, e di, por duhet me pas edhe koncept edhe verzionin digital, sepse në te punohet pa e shkatru, pa e prish. Detyrat, ushtrimet, ki mundësi shumë ma shumë me ba me tekstin virtual që sa me tekstin në libër. Tekstet, sugjerani me u përkthya, me u hartu prej ekspertëve vendor. Unë jam konstruktivist. Çdo çështje duhet trajtuar për veti. Që do më thënë, tekstet Kosovë... Për veti që do më thënë? Në veti për veti. Që do më thënë, çështjen e teksteve. Kosova duhet me pa realisht me mendje të hapur, çështje kem punët,
në kontekstin e tanishëm shoqëror, po edhe global, edhe të shohim se cilat janë mënyrat më efikase, po kthejmë te efikasitetit, edhe më efektive të përdorimit të teksteve, të e pas parasysh edhe mësuesin ton. Do me thënë, duhet me bu një studim. A duhet me i përkthy? A duhet me i hartu jo vetë? Studim me unis prej çka ka Finlanda, për Kosova. Çaj studim duhet me të kallëzu për një studim në njëherë origjinal i Kosovës që e din çka po ndodh. Mundet me marrë një ekspert jashtë me i kallëzu çka është sene të mira në dynjë, po një ekspert mirë i cili e din çka edhe ta na thotë që to duhet me përkthy të mësuesve, të arsimtarëve. A duhet me përkthy, a duhet me kriju të reja? Ai ta na thotë këto përkthej, këto krijo të re, këto shkruaj se i pas këtë mirë. Pse mos me marrë një kurikul për një vendi që është ngjajshëm si Kosova, edhe e kanë hartu. Kam dëgju këtë Kroacinë thojnë e këta. Po, pse mos me marrë ashtu, me marrë kurikulen, gati, mi marrë tekstet, mi përkthy dhe mos mu lodh me këto se për 25 vete kemi dëshmu që s'po dim me to. Këto e bën Shqipëria, unë nuk jam për këtë çështje. Këto e ka pas Shqipëria dhe kurikulen tonë, kornizën e ka marrë dhe i ka marrë librat e anglisë që ka planit edhe mendon që i ka zgjedhur. Unë jam për një mas kosovare, por mas teshat e huja s'bëbin. Ama ma mirë me një palë tesha që nuk po të bimë bashkëtamana pa tesha. Ja, teshat na i kem dizajnu keq, kemi prej të këqia, është çështje tjetër tash. Unë mendoj se Kosova duhet me prej teshat e veta me ekspertizën që e ka, duke përdorur ekspertizën ndërkombëtare, por që na përshtatet pas mirë. Ka ekspertizën, ka për Kosovë ka, po nuk përdore njerëzit. Ju thash para, a njeh një Selim Mehmetin. Nuk e pyet kush. Ka ekspertizë Kosovë. Unë mendoj që çush më thonë, te ne ekspertiza, kapacitetet, mas pari përjashtohen ata që janë me partinë teme, se cila parti e bën këtë, jo kjo apo ajo, edhe e dyta, ju thuhet, vrapo çtu përpjet. Vend se me qume vrapu, andaj ka duhet që ekspertiza atyre me ardhë ma shumë shprehje. Prandaj unë konsideroj një studim i mirë fillt, kosovar me pa ku jemi, çka duhet të bëjmë, dhe mandej me vendos. Kjo vazhdon më shku, kjo shkruhet e re, kjo përkthehet, kjo merret libri i gatshëm prej atij. Kaq. Do me thonë, problemi i parë ishte kurikula testet tekstet, që e identifikute dhe e dhatë një zgjidhje. Mendoj se ashtu ishte. Me Jusufin ju kemi dhënë, Jusuf Thaqin, kur kemi qenë zëvendës ministra, kemi lënë një propozim se si të bëhet çështja e teksteve. Kush se ka këshyr, as ju ka interesu me pa ma vonë, edhe pse kemi lënë mënyrën më të organizuar të mundshme. Problemi i dytë ishte shkollat, si koncept. Institucionet dhe ishit të edhon një propozim se çfarë do të me bo, po ju ndërpreva dhe ju ktheva te identifikimi i problemit parë, se nuk patëm zgjidhje për atë problem. Cili është propozimi që e japni për zgjidhjen e problemit? Për mos me zgjat, shkolla duhet të diversifikohet dhe të shndrohet në një institucion transformues, e merr fëmijën, e shten ingranazhet e vet edhe çet të gatshëm për jetë. Kjo duhet jetë koncepti i shkollës. Kjo nuk arrihet vetëm me mësimdhënie vlerësim edhe ndaj psikologëve. Stafi mësimdhënës? Shikoni, gjithë kujt në Kosovë, për shkak të sistemit ne i themi vrapo përpjet. Unë po pyes, cila është gjendja me stafin mësimdhënës? Po ne mësimdhënëve ju themi vraponi përpjet. Ja u kemi dhënë kurrikulën cilën se marrin vesh. Po nëse ja japim një kurrikul të mirë? Po. Prandaj ky rast i vlerësimit. Çfarë ndodh nëse japim një kurrikul të mirë? Nëse japim për krahje, nëse bëjmë kërkesa. Stafit sot Kosovë kur kush si lyp kur gjë. Pse veç mos më lëptimus lypi asun ty ja mshelin derën e bën atje çka don. Nuk ka transparencë, nuk ka llogaridhënie, nuk ka përkrahje, nuk ka mbështetje, nuk ka mjete materiale, nuk ka materiale mësimore, nuk ka ndërveprim të shtetit me mësimdhënësin. Prandaj unë konsideroj kjo është problem i mënyrës si e konceptualizojmë shkollën. Prandaj jam të fol një zgjidhje çka kisha bën me qenë me dëgju ministri. E kisha bën një grup me qenë ministër, Freudiansli. Me qenë, po s'ka problem me thonë, me qenë ministri kisha bën çto se me pas ambicie nuk është vepër penale. Me pas ambicie me ndihmu fëmijë nuk është vepër penale, absolutisht. Personalisht mendoj që Jusuf Thaqi do të ishte ministri më i mirë, më i miri. Ose nëse është i hapur, edhe ministri Tanisha mund të jetë më i miri. Edhe unë kisha bë një grup punues që s'pari e krijon misionin e shkollës, e kanë hulumtu dokumentet, kurrikulen, ligjet, nuk dihet pse është shkolla në Kosovë. Prandaj kisha bë një herë misionin e shkollës, kisha thonë me çata ekspert. Shkolla duhet me bë këtë. Mënyrë të fragmentuar copa është
plot vende, por në mënyrë sistematike me ditë drejtori i shkollës çka pritet prej tij e prej shkollës ti nuk është e shkruar kurkund në Kosovë. A ka me qenë se jeni ekspert dhe jeni marrë që sa 2 dekada e gjysë, 3 dekada me arsimin, është edhe më shumë. 35. 3 dekada e gjysë, okej. A ka, me siguri, ka, po cila është shkolla, prej këtyre shkollave që i ke vizituar që të ka bërë mas shumë ti përshtypje, me thonë, ç'ky duhet me konë modeli që duhet me ndjek shkolla tjera? Po ka shkolla të mira, ka. Edhe shumë interesant, ta në lidhet me drejtorin entuziast. Shumë interesant. Kur i kom qyre më rusin e përbashkët drejtori është. Prandaj shqes sa keq është Kosova që nuk i përkra drejtorat Kosovë. Ka, janë disa shkolla, është shkolla model ka qenë, deri tash nuk e di ç'është po shkolla model Çamil Batalli në Prishtinë ka qenë vërtet, ka qenë shkolla e gjelbërt shumë e mirë. Fajkonica ka elemente të shkollës model. Ka qenë edhe një shkollë që Hilmi Rakovica për çudi ka qenë, por nuk ka vazhdu. Është shkolla e Mindurakun Prizren, është shkolla, shikoj, shkollën Krajkut, Mitar Froshe, duke diçka që është në Krajk. Është një shkollë krejt pa lidhje në Rakovica, Rakinica, diçka që është në Drenas, më kanë lënë pa mend me shku diçka bën mësuesi i teknologjisë me ata fëmijë. Ka shkollat mira edhe bile i dashur mirë me i bën shkollat modele me shku njerëzit me pa çka bën drejtori se po thotë s'kem pare, s'kemi kështu, pa pare, pa staf, pa kur kanë çfarë bëjnë me kujtina. Po. Do të thonë çto janë dy problemet kryesore, nëse mujna mi përmbledh të shkollat fillore e të mesme tek kurrikula testet dhe tekstet dhe të shkolla si koncept. Po duhet me finalizu konceptin që është me rregullu. Po. E kisha bë misionin. Mandej kisha këshyr çka duhet me dhënë shkolla e çka po jep shkolla, edhe për me plotësu çat mungesë, çat boshllëk, çat zbrasti, një program për fuqizimin e shkollës. Në thelb të atij programi për fuqizim të shkollës është fuqizimi i drejtorit edhe komunitetit. Ne s'kem çare. Po kthy me heq politizimin që kanë bërë kryetarët e komunave, me ja kthy shkollën komunitetit. Kur kush më mirë se prindi nuk ja don të fëmijëve. Që do të thotë nxënësit, prindërit, prindërit. Me qenë faktor të rëndësishëm në edhe për zgjedhjen e udhëheqësisë të shkollës edhe në po. Kur kush ja don të mirën fëmijës vetë më shumë se prindi. Është treguar dështem mënyra e udhëheqjes së shkollës nivel komunal, ky ekskluziviteti ne. Atë në shkollat janë përgjithësi ekskluzive komunale, ne na ka kushtuar jashtëzakonisht shumë Kosovë. Ndoshta diskutojmë pak më vonë. Domethënë ju sugjeroni që me ndru këto edhe përzgjedhja e udhëheqësive të shkollave fillore të mesme në Kosovë me qenë centralizuar. Decentralizimi në nivel komunal, çojë në nivel të komunitetit, edhe plot funksione. Jo me centralizuar që te ministria, po te komuniteti. Cilësisë po. Funksionet e cilësisë duhet të centralizohen, komuna le të mban dot vetat, e komuniteti duhet me vendos duhet me marr pjesë vendimtare në emërimin edhe largimin e mësimdhënësve, emërimin e largimin e drejtorëve. A ka diçka që duhet me përmend të çdo shkollat fillore dhe mesme shpejt para se me kalu shumë shpejt. Drejtori nuk mundet vetëm udhëheq shkollën me pagë kaq shtult. Nuk janë nuk duhet me qenë ekuivalent me pagën e profesorëve ose stafit mësimdhënës, por duhet me qenë më e lartë. Ai ka përgjegjësi të orarin ka 40 orë, ta ka 20 orë orarin. Edhe fizikisht është dallim i madh. Edhe përgjegjësitë, ku shkon? Sa i vogël ky, po i rëndësishëm shumë. Shumë i rëndësishëm. Përgjegjësitë tonë, ky është thelbi. Drejtorat e mirë nuk shkojnë me konkuru. Duket parë i vogël, e vërtet. Nuk shkojnë me konkuru njerëzit e aftë për drejtora. Pse me shku për 60 euro, unë me ndajt 40 orë dhe me u marrë me gjitha probleme. Me 60.000 probleme më të vështira. Me 60.000 probleme, për gjithë kush te drejtori shkon, edhe në arsye pse shkojnë është vetëm prestigj mandej, se nëse nuk është vlera monetare kështu një motiv. Ose prestigj ose ka edhe dikush që është ambicioz, ka qef me qenë shef, ose ka qef drejtori komunal ose kryetari i komunës ka thonë hajt Allah ile shko se s'po kem kan po. Do të thënë fuqizimi i drejtorit, një, edhe e dyta. Shiko. Këshilli profesional i shkollës ku janë psikologu, pedagogu, logopedi, shërbimet profesionale, asistenti për nevojat veçanta të tjera. Këshilli profesional që merret me mirëqenien e nxënësve, mirëqenien psikike, fizike e tjera. Edhe këshilli i cilësisë ose këshilli mësimor i shkollës, ku është koordinatori i cilësisë, edhe aktivat që i udhëheq drejtori. Këta merret me mësimdhënësit, me performancën, këta nalt me mirëqenien. Duhet Kosova me themelu këto dy nivele, kam mendu, kam shqyrtu, kam
po modelet jashtme, këto I mendoj që janë zgjidhje. A ka diçka tjetër që duhet me e thonë të çto shkollat fillore dhe të mesme? Veç mendoj reagimin në çet rastin që ndodhi në Prishtinë. As shkolla s'ka pas reagim profesional, as ministria, as komuna, sepse nuk ka vetdije kolektive, nuk ka analiza, nuk ka vendimarrje të bazuar. Edhe s'dihet edhe kujt është kompetencë, kujt është, është e ministrisë, a komunës, a shkollës. Gjithë I ke pa tu la. Jo valla ata, jo valla këta, shfaqsu edhe kurkush jo, kurkush s'ka bërëvend, veç bashku ka thonë kryesia është mbledhur në bazë të raportit që kemi marrë nga dega lokale e bashkut, ne kemi marrë për vendim që të bëjmë kështu. Para mendoje. Para se me kry bisedën një sen shumë shpejt, meqense ka shkolla fillore dhe të mesme, private dhe publike. A ka dallim? A është gjendja njësaj? PISA tregon që ka dallim cilësi në performancën para. Në shkolla private? Private dhe publike, po është më mirë. Ka qenë dukshëm, tash është relativisht më mirë. Kam të dhëna këtu. Pse është dyfishuar numri në 5 vitet e fundit, është pothuajse dyfishuar numri në arsimin privat në 5 vitet e fundit, para universitar po flas, edhe ka rrapër një 50.000 numri në arsimin publik. Për sa mi u rrit në privat? Është rrit 10.000, e këtu është zvoglu 50.000, në publik është zvoglu 50.000, po te privati 10.000 është pothuajse dyfishi se ka më pak. Pse? Pse ndodhin to? Mundet me konë siguria? Siguria, po. Po s'është e para, veç më ranë mend e para mu, po s'është e para. Po t'ishe prind, ti donë në nxënës vetë me të zhvillu mas miri, s'mundesh po me që se PISA ka qenë një nga ka që prej gjumit shumë. Po, dush me ndjek shambullin e kryeministrit. Unë s'besoj që është me ndjek. Që qënë, po prënd që ashtu du të me vepru. Du të me ndjek shambullin e kryeministrit, du të mi që jashtë fëmi. Ose du të me ndjek shambullin e presidentës Kosovës. Me I hek për I shkollës publike dhe mi që unë shkollë private. Unë mendoj që ata dasht me lanë që aty dhe me zhvillu shkollën publike. Ashtu, a? Po, se edhin ma mirë, shkoj, ndjen ma mirë hallin. Po natyrisht, po nuk janë të interesu ma dha me ndje problemet, po janë me zgjidh problemet e tyre personale. Është vërtet gabim. A të kalojmë te e treta, e parafundit, jo, pa I diskutu shkollat e vogla nëse bën veç 2 minuta. Patjetër. Shkollat e vogla janë një problem I madh, 40.000 fëmijë tangohen, ndikohen për kësaj çështje. Shkollat e vogla fëmijët, njerëzit shesin patriotizëm, mos ta mësojnë në shkollat e fëmijë pagun sepse cilësia e arsimit është kurfare në shkollat e vogla, edhe në paralele të ndome. Konsideroj se kjo është padrejtësi ndaj fëmijëve. Ç'është me zgjedh këtë problem? Unë konsideroj që Kosova duhet me bërë një standard minimal të shërbimeve të mandatuara, detyrueshme për fëmijët në gjitha shkollat e Kosovës, edhe me thonë. Fëmija do t'i ketë spaku 2 orë kabinetike në informatik, në shkenca biologjike, shkenca natyrore edhe në klube. Fëmija duhet të ketë qasje në teknologji të reja. Fëmija duhet të ketë konkurrencë të dijes e jo vetëm të punon në paralele të ndarë, në ato klasat e kombinuara. Kosova duhet ta vendos, ministria këtë, duhet ta vendos këtë standard, nër këtë standard ta mbylli shkollën, me thonë komunës, bon t'i qka dush, s'më intereson. Nër këtë standard, ku fëmija punon në grupe me fëmijë tjerë, sheh dijen e fëmijëve tjerë, shtyhet me fëmijë tjerë, bashkëpunon me fëmijë tjerë, luan me fëmijë tjerë, I ka teknologjinë e duhur, edhe ka aktivitete në grupe për identifikimin dhe zhvillimin e talenteve, unë nuk ta lejoj atë shkollën ta mbylli. Këto duhet të bëhet, kjo nuk ka menduar për këtë shumë, nuk ka zgjidhje tjetër pos vendosjes së standardit minimal. Në Kosova çka bën? Në shkollat me ndër 100 nxënës, prej Ministrisë Financave thuhet mos bëni investime atje se s'duhet e ata fëmijë çka kanë. S'kan drejt ata të mësuar. Muj me kalu te tema tjetër, e tretë, po? Gjendja në Universitetet të Kosovë. Cila është gjendja? Çka më ndryshu, ç'është më ndryshu, kur më ndryshu? Konsideroj se është një realitet private. Është një realitet I dyfishtë. Okej. Si rezultati I agjencisë akreditimit, edhe I ndërrimit të rektorave para një 5 viteve, mendoj se ka një përmirësim cilësi në arsimin e lartë. Unë mendoj ashtu. Por, përfundimisht, mendoj se Universiteti I Prishtinës po te I kalon problemin, po shkon ka cilësia ka dale, shumë ka dale, po shkon. Unë jam shumë I brengosur me 3-4 universitete që kanë emrin universitet, po nuk mendoj që kanë asnjë element universiteti. Publike. Okay.
Mendoj që nuk po merret shembulli i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i cili është i vetmi universitet publik që ka ngritje konstante prej themelimit vet. Kur kush nuk është shku me pa pse është që ai i suksesshëm e pse na nuk po funksionojmë. Mund të flasim të zgjedhjet pse po funksionon këta këto tjerat nuk po funksionojnë, cilat janë argumentet? Funksionon se ai ka shkel një industri. Ai ka bën të vetën një industri me të cilët mënyrë organike bashkëpunon, i zhvillon edhe zhvillohet prej tyre industrinë e përpunimit të drurit. Po. Kjo ka ndodhur te ata. Kjo do të ndodhë edhe me këto institucione tjera sugjeron ju? Për normal, me teknologji. Ç'është bën Xhilani me thon vetit universitet? Ç'është mundet Gjakova me thon vetit? Ç'është mundet Mitrovica me thon vetit universitet? Ku i kanë? Peja, Prizreni. Peja ka ndryshuar, Prizreni është problem. Peja është të ecë mirë në drejtim të duhur, por mendoj se edhe ata duhet pak me sqaru ç'është është krejt e profilizimi. Do me thonë çka sugjeroni ju? Unë sugjeroj profilizimin në një fushë të caktuar nivel nacional edhe rajonal. Do me thonë, ne me lazëm me pas Universiteti Isa Boletini, Fakultet Juridik Ekonomik, thasë se Prishtina është veç 40 km larg prej aty. Aty bën me pas veç një fakultet zetaro-metallurgjik dhe Nëse e vlerësojnë që ajo është fusha e më e mirë normalisht dashur. Edhe Ferizaj me dru, Peja me turizëm, multikulturalizmi edhe bujqësia në Prizren. Unë s'ju kallëzoj çka, ata duhet të pa çka. Edhe çka ka bre çto emra të mëdhej universitet, pse mos me qenë shkencave të aplikuara, pse mos me qenë kolegj. Të dekt Universitetit Prishtinës. Shiko, realisht, unë mendoj se një 4 spaku prej këtyre universiteteve nuk janë më universitete. Do të më mbyll? Jo, duhet më profilizu edhe me marr karakterin që ju takon realisht e jo emra të mëdhej e punët kurrë. Profilizim të universiteteve në për qytetet tjera, qendrat regionale. Përbasa edhe në kushte reale. Me Universitet Prishtinës? Nacional. Qartë. Po. Në Universitet Prishtinës? Prishtina e ka marrë rrugën e mbarë, veç mendoj se shteti, më rëmend, Prishtina i ka 1.000 për student, 1.000 euro për student. Që 10 vjetë njësë është. Sikur i ka pas 60.000 studentë, sikur tash dhe 30 milioni ka. Kjo është 35-6 milioni. Apo shihni këtu problemin e sistemit. Apo shihni problemin e sistemit. Ç'është mundet Prishtina mu shty me Beogradin? Është 2500 dikon. Ç'është mundet me shku në nivelin nër 1000 në rangimet ndërkombëtare, që do të ishte një nivel i pritur për Universitetin e Prishtinës me 1.000 euro për student. Çfarë do të më bëjë Ministria e Arsimit tjetër në arsimin e lartë me universitetet? Profilizimin e këtyre me njëherë. E pa të bani 2018 pa të 17 pa bani grup punus për me bë profilizim, ai ka qenë mënyra më e mbrapshme mundshme, po diçka e ngjashme po më me mend. Okej. Tash tjetër profilizimi e dyta, financimi me performancë. Edhe me i Universitetit Prishtinës po edhe i tjerave. Edhe i tjerave. Me plan zhvillimor. Shiko ti çka ndodhte ne. Ne kemi një ligj të mirë të arsimit lartë dhe që ka dispozitën shumë të mirë të financimit që 15 vjet. Kur nuk është zbatuar. E që është? Testi në 2021, e që është me plan strategjik, me performancë, me marrëveshje vjetore, me numër të studentëve, i ka kriteret e mira. E që ka bëjmë në? Që 15 vjet, a kemi pare që aty që t'ja dhe 1%. S'pas kem pare hiqja universitetit që t'i këndej. Kjo është mënyra më e mbrapsht e investimit në arsimin e lartë. Do më thënë, investimi përmes planeve zhvillimore dhe kontratave 1 vjeçare dhe 3 vjeçare të performancës. Shumë thjesht. Muj me thonë edhe diçka të që ka universitetet? Profilizimi, me thonë 60 herë, profilizimi nuk mjafton. Nuk mjafton, okej. Do më thonë, kjo është sugjerimi ju i kryesuar. Do më thënë edhe ai për shembull, nëse Xhilani do të vendoste jo Xhilani, hajde po shkoj Prizreni, multikulturalizmi, bujqësia me që nivel nacional dhe rajonal. Universitetet tona duhet të përgatiten për jo vetëm nivel nacional, po edhe internacionalizimin. E vetmja gjë që e mban trendin pozitiv të institucioneve evropiane të arsimit lartë është internacionalizimi. Rajonalizimi i shkon super se internacionalizëm shumë shtil me mbri, po. Gjuhë angleze, shikoni. Më parim po. Shkelzen, fal, më mirë ju thot Shkelzen. Atje. Kosova nuk është çast pa lidhje me ekspertizë. Krejt problem është sistemi. Ekspertiza në Kosovë është rrit, ka të dje me qika të reja që kanë hyrë sistem ka dale me pengesa, me krejt, po nuk është Universiteti i Prishtinës as universitet tjera ato që kanë qenë më herët. Ka më shumë. Gjuhë angleze duhet,
për me mujt me ba programe në gjuhë angleze dhe me hynë në internacionalizim. Krejt për fond, a mujna me diskutu pak edhe për institucionet post-universitare. Dojmës. Instituti i Historisë, Instituti i Albanologjisë, që ka tjetër i Shkenca Pedagogjisë, përgjithësi. edhe i Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Cila është gjendja në këto institucione sipas jush? Për institute duhet me lexu punimet tua. Janë institute të izoluara, të mbyllura, që nuk komunikojnë as me realitetin, as me misionin e vetë. Edhe që janë të shtrenjta për produktin e vetë. Okay. Definitivist. Kjo është, domethënë, Edhe ata konstatimi kanë edhe problem me misionin, po. Cila është Zgjidhja. Propozimi, sugjerimi juaj ose rekomandimi për ministrin, për edhe kryeministrin, të dy, jo Për vetëm. kryeministri këto i rëndësishëm, po se programi kombëtar i shkencës është. Duhet me rishkru programin kombëtar shkencës, e para. E dyta, në Kosovë, punimet shkencore bëhen, unë i bëj një 3 punime që aty sa më duhen më bë profesor edhe u kry puna atë artikuj. Nuk janë, shkenca në Kosovë nuk është në funksion të shoqërisë, por është në funksion të promovimit akademik të njerëzve, qoftë në institute, qoftë në për universitete. Kjo është qasja më ekstenzive, më e mbrapsht e mundur në fushën e shkencës. Fjalët magjike janë institute, projekte. Pikë. Institutet duhet mu rikriju, mu revitalizu, mu ringjall ato që i kemi pas para luftës. Një. E dyta, ato institute nuk duhet me mbajt janë i qerë aty, por duhet me punu përmes projekteve. Çka po du me thonë me këte? Projekteve të cilat një projekt bëhet i cili është në funksion të zhvillimit të një aspekti, për shembull, paramendojet i sa ka nevojë industria në Kosovë për përkrahje dijes së shkencës, kur gjë nuk merr. Ki pak lëvizje, qoftë Ferizaj, qoftë Mpej, qoftë këtu ki shumë, nuk për ka ma shumë. Edhe privatet janë gjallë ka pak. Kjo është investim i shoqënisë, nga 1.5 milion, 2 milion vet për institucione, investim pak të. Po vetëm projekte, jo në institut, me ndajt instituti me flajte, me thonin po i marr parë sikur to që janë tash, jo nuk po flajnë ata, po to institucionet që po janë i historisë, i albanologjisë, po këto duhet me projekte. Po në për kafet. Ja, këta duhet me. Nëse duhet me bëni inspektorat, që del edhe inspekton kafeteritë për rreth këtyre institucioneve, për me pa. Jo, duhet fondin e shkencës, krejt ato parë me shtin fond shkencës. Ata me konkuru për projekte. Nëse konkurosh është në krejt botën e civilizimit. Absolutisht. Në Institut Albanologjik 10 veti ki aty që mundesh me mbajt 10 jeni qerë në Institut Albanologjik ose 5. Edhe krejt tjera parët mu zhvillu e bare projekte more. Se more që ata letë më rrinë me gjusën pagës ose me një tretën e pagës. Nuk ka problem, apo tonë me ndajt. Rri. Por, fondi shkencës, paret të shkencës, shpërndarja me projekte në të mirë të programe që janë, ose programi kombëtar shkencës i cili duhet jetë në përputhje me programin nacional zhvillimor e jo për sy të zi. A kemi diçka tjetër me shtu të kjo pika 4 që janë çdo institucionet mas universitare? Problemin e përmendëm ose problemet edhe propozimet se ç'është duhet me dalë për këtyre problemeve. Si në institute, si në shkencë fjalët magjike janë projekte të institutit. Edhe puna ekipore, jo ma për veç. Më duket që ka shumë interesant, i prek problemet kryesore. Këtë që me bo unë tash mas këtij emisioni, është linku në emisionit, me ja dërgu Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë edhe Kryeministrit të Republikës Kosovës. Që ata me i pa identifikimin e problemeve që e botju dhe propozimet për zgjidhjen e këtyre problemeve. Jo vetëm kjo, ata duhet me bë këshillin e arsimit lartë. Me pa një herë emisionin, e mandej me fillu me i bo, nështë edhe me juftu me pasë, çka duhet me bo. Po, veç qasja më sistematik. Nuk e dim, detyra jonë është me bo emisionin edhe me javë dërgu link. Ata ishtë është me dëgju ty ma shumë, Jusufit ma shumë, ishtë është njerëzit ekspert me dëgju ma shumë, s'ka nevoj me ditë, veç me dasht, me hap rrugë. Kosova shumë e vogël për këto parcializime e përjashtime që i bëjmë ne. Gjavit Rezaj, faleminderit shumë që ishin në erë. Faleminderit juve.